Ndryshimet e mëdha në çdo shoqëri vijnë nga pak njerëz. Absolutisht. Mos prisni që shumica e shoqërisë të bëjë ndryshimin e madh menjëherë. Nuk ndodh kështu. Nuk ka asnjë rast të historisë botërore ku shumica e popullsisë ka qenë ajo që ka bërë ndryshimin. Në fakt, gjithmonë ka nisur nga një pakicë shumë e vogël. Që nga luftrat për pavarësi, që i ka nisur një dorë njerëzish, që nga luftrat për drejtësi sociale, që i ka nisur gjithmonë një dorë njerëzish, idealistësh, që të luftrat për demokratizime, që gjithmonë i ka nisur një dorë njerëzish, dhe edhe kjo që po bëjmë në Shqipëri për të ndryshuar atë vëun ton, nis gjithmonë me një dorë njerëzish. Ne e nisëm pak, sot jemi shumë dhe unë jam i bindur që në vazhdim do të jemi shumicë absolute në këtë vend. Sigurisht që ka të rinj të cilët gjejnë rrugën e thjeshtë, i bjen për shkurt, sepse shohin që ai që është bërë drejtor, është bërë me vil, ka makinë tipi fundit, bën pushime të shtrenjta jashtë shtetit, vishet me Prada apo me Chanel, dhe ky model që i sjell shoqërisë është joshës, është tundus. Po në fakt, ky model nuk është thelbi. Ky është modeli që Shqipërinë e ka sjellë në këtë pikë që është sot. Është modeli që Shqipërinë e ka lënë në këtë gjendje që është sot. Dhe unë kam një pyetje për ju, kur shikoni prindrit tuaj, tezët, dajot, haua, xhaxhauarët, njerëzit që u rrethojnë, që janë brez i atyre që kanë vuajtur dhe sakrifikuar në tranzicion, dhe ta projeksiononi veten pas 20-30 vitesh, do të doni të jetoni në një republikë si ajo që jetojnë prindrit sot tuajt? Do doni ju që kur të ishit në moshën e pensionit prindërve tuaj, apo të gjyshërve tuaj, të jetonit me qindarkat e një pensionit të tillë? Të jetonit në një vend që ka spitale në këtë gjendje, pa ilaçe? Të jetonit në një vend që të ndjenit se ç'është dhimbja e të ikurit fëmijës në emigrim dhe të ngeleni vetëm këtu, e të mos ketë një fëmijë apo një nip që t'u jap një gotuj?